Prandaj, zgjedh që rivalin tim politik do ta çoj aty ku e meriton, pra në burg. Se ta vrasësh s'ka kuptim më. Po me çu në burg e frenon. Nuk e di a burgu që e çon është një burg i cili në prova që ka mbledhur organi i partisë Rama ja hedh këtij çelësat në det, apo Erion Velia i ka hedh vetë çelësat në det. Kjo mbetet për të parë, sepse mënyra, edhe të rikthehemi pak në një pjesë të vogël tek arsyetimi i vendimit të gjykatës, ishte akoma më e çuditshme për sa i përket fuqisë. Pra, gjykata thoshte Erion Velia përveç se ka pushtetin, ka edhe fuqinë, por këtu nuk e morëm ashtu siç duhet, ishte fuqi me Zotin apo me fuqi me amerikanët e Sorosit. Për këtë gjykata e partisë nuk na dha një përgjigje. Dhe kjo, për sqarim të opinionit publik, kur them gjykata e partisë, duhet kuptoni të dashur miq, që unë nuk është se kam qendrim për Erion Velin, që mos të kemi ndonjë keq kuptim, por për mua reforma në drejtësi prodhoi gjyqtar noter dhe jemi në një kushte, ose më jemi në kushte të vështira të kuptojmë në këtë situatë kush është gjyqtar, kush është prokuror që i nënshtrohet Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë nenit 145 dhe jo Kushtetutës së 1976. Në një aspekt tjetër të argumentimit të vendimit të saj, gjykata thot se Erion Velia i paraqet rrezik për vijimin e hetimeve dhe mund bëhet pengesë për ato. A paraqet seriozisht pengesë për hetimet nisur edhe nga përgjimet që kanë dalë së fundmi në media? Përgjimet për Erion Velin më kujton që prokurori do të shtrylli të pandehurin jo vetëm në arrest në burg, po edhe brenda burgut ta bëri sapun. Këto janë, do thoja, gjërat shumë të dhimbshme dhe mënyra se si prokuroria sillet me Erion Velin është shumë me të mërshme. Pra unë kuptoj që ka një ego personale. Përtej asaj që ne flasim ego profesionale për të pasqyruar ose për mirë për të prezantuar veten që je një prokuror profesionist. Dhe mënyra se si u lançua rasti i tij, por edhe përgjimet që pati gjatë kohës që ishte brenda, është akoma më e tmerrshme, sepse ajo tregon qartasi mëllefin jo brenda Partisë Socialiste, por mëllefin që ka dhe brenda drejtësia e reformuar nga Partia Socialiste. Kujdes! Pra, nuk flasim amerikano, kinezo, turko, afganezo, që janë këto me radhë. Flasim që kjo reform, këta plepaxhi që i them unë, këta si thonin kur plepaxhi, ai thoshte koleg, ky tjetri thoshte lavatriçe nga mes deri në darkë, ai tjetri lavazh djathtas majtas, lavazh spaku i mirë, ju duam, jeni dashuri, futën burger i lirë metën, e meritonte, kishte dhunë jashtë në rrugë, zero dhunë, asgjë s'kishte, që kishte. Ç'a ndodhi me Sali Berishën? E meriton, ishte janari nga mes deri në darkë. Ç'a i bënë në Sali Berishës? Ti je kriminal, piramidat, vrasje djathtas majtas, dhe i dhan spakut ka shumë forcë, fuqi, dhe vetë spaku nuk e dinte që ishin të fortë. Dhe porosia ishte i qartë që do të bëni çdo gjë të jetë e mundur që Erion Veliaj të jetë në burg, i varrosur, i kalbur, me ndihmën tuaj. Nuk flas për fushatën mediatike që një politikani e bën. Jo, flasë diçka tjetër, që brenda vendimarrjes thonte se si ky të bënte një artikull kundër një prokurori, më e rëndë. Rasti tjetër që është këshilluar, që unë futem në regjistër kush më do qefi të di kush më kallëzoi, e tmerrshme. Këto gjëra i thënë shokët dhe miq që të mbrojnë, por njerëzit që ti bashkëpunon dhe të bëjnë gropën
me justifikimin që po të bëjnë nder ose fushat mediatike për të mbrojtur ty dhe për të goditur prokurorët, era parë kam parë, nuk ka studim në botë të më thotë që Erion Veliaj fiton në gjykatën e lartë me këto prova që kanë dalë. Pena dihet kush është. Dhe ky redaktori dihet kush është. Dhe porositësi dihet kush është. Kush është redaktori në këtë rast? Redaktori për këtë rast për mua është Edi Rama, regjizori Edi Rama, skenaristi Edi Rama. Një njeriu që ka vra 300 veta, nuk i bëhet një përgjim i tillë në burg. Pra, redaktori është Edi Rama, kryetari i KLG-s është Edi Rama, kryetari i KLP-s është Edi Rama, kryetari i gjykatës kushtetuese është Edi Rama, kryetari i gjykatës lartë është Edi Rama. Pse e them unë këtë? Jo sepse xhelozoj se Rama ka pushtetet, se unë nuk ja kam falë Ramës pushtetet, dhe s'bëj gabim t'ja falë, askujt asnjë pushtet, se pushteti nuk është i përjetshëm. Përgjithësi është histori tjetër kjo, me do merrem një moment tjetër. Por të gjitha këto pushtete ja kanë dhënë individ që nesër ta agroposin Edi Ramën. Pse të them ta agroposin? Sepse masa e sigurisë ndaj Sali Berishës, detyrim paraqitje, pa shkuar në kuvend, ishte një mas për Edi Ramën. E kam thënë, asnjë se beson. Përsëri do ta them. Dhe në rast se Edi Rama më dëgjon, të pyesi këshilltarët më të mirë. Dhe mos të merret me ata zagarët e vet që ka djathtas majtas që janë po shef, po shef. Po të pyesi praktika gjyqësore në gjykatën kushtetuese, që u bë legjitimimi i detyrimit paraqitje, si një formë që deputeti merr në çdo moment në hetime dhe procedohet penalisht, është grop për Edi Ramën dhe jo për Sali Berishën. Për Sali Berishën ishte shkaku, se duhet ishte një pretekst. Kjo ndodh edhe për çdo politikan tjetër në Shqipëri. Po, të mbetemi pak tek Erion Veliaj sa i përket përgjimeve të tij. Veliaj kaq naiv ishte sa që nuk arrinte ta kuptonte se po përgjohej, teksa dhe këshillohej nga jashtë që të mos fliste me emra, të mos përmendte ngjarje konkrete etj me radhë, dhe kaq naiv ishte sa që nuk e kuptonte se këto përgjime mund përdoreshin kundër tij qoftë edhe në gjykatë. Naiviteti dhe ignoranca kanë disa diferenca, por unë do të them do mbetem te ignoranca. Ose kur themi për një person ti je ignorant. Pra, ignorant çfarë do të thotë? I paditur. Pra, nuk është ofendim fjala ignorant. Militant të ignorancës do të thotë një person që nuk dëshiron të mësoj sepse i pëlqen vetja. Njerëzit të cilët janë në pushtet kanë një smundje të rëndë që quhet ignoranca. Kjo është vjen si pasojë e pushtetit dhe të qenurit të rrethuar me njerëz të cilët janë servil dhe në asnjë moment nuk do të thoj kur unë jam kundër kësaj që do bësh ti me 1, 2, 3, 4 gjëra, dhe duke thënë gjithmonë sa bukur sa mirë e bën, ua sa ylli ti do na çosh do na bësh kryeministër, nesër president dhe pas nesër mbret. Kjo është ignoranca dhe naiviteti që e bëri Erion Velin